Moderatorja e dashur dhe gjithmonë e komentuar në rrjetet sociale, Chiara Tito, ka ndarë së fundmi një moment të veçantë e tepër të ëmbël me ndjekësit e saj. Në një foto të postuar në Instagram, shihet vogëlushja e saj, Luna Mari, e ulur në dy sheme, duke luajtur me lodrat e saj të preferuara. Ajo shfaqet e zhytur në botën e pafund të lojrave, ku fantazia dhe kurioziteti i moshës së vogël krijojnë çaste të paharrueshme. Por ajo që e bën këtë moment edhe më të bukur është fakti që pranë saj ndodhet një tjetër bebush, vajza e shoqes së ngushtë të Kiares, Liesës. Dy vogëlushe duken të lumtura në shoqërinë e njëra tjetrës. Luna Mari është e përqendruar tek kuzhina e vogël lodër, ndërsa shoqja e saj luan me një shtëpi kukullash, të rrethuar nga lodra të shumta që i japin skenës ngjyra e jetë. Ky detaj i thjeshtë, por i mbushur me emocion, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve që e komentuan menjëherë si një ndër postimet më të ëmbla të moderatores. Momente të tilla janë dëshmi e thjeshtësisë dhe pastërtisë së fëmijërisë, ku çdo lodër bëhet një botë e re dhe çdo shoqëri një miqësi e sinqertë. Për më tepër, fakti që Luna Mari po kalon kohë me vajzën e shoqes së ngushtë të mamas së saj, e bën këtë skenë edhe më të veçantë. Është si një vazhdim i natyrshëm i miqësisë së Chiara Titos dhe Liesës, tashmë i reflektuar edhe tek fëmijët e tyre. Kjo foto nuk është vetëm një kujtim i bukur për momentin, por edhe një kujtim i vlefshëm për të ardhmen, ku ndoshta këto dy vogëlushe do të rriten së bashku, duke ndarë lojra, buzëqeshje dhe kujtime të tjera të çmuara. Chiara, me natyrën e saj të dashur dhe të afërt me publikun, e ka shndërruar këtë imazh në një shembull se sa të rëndësishme janë lidhjet familjare dhe ato miqësore, duke treguar se dashuria dhe kujdesi nuk ndalen vetëm tek marrëdhënia prind-fëmijë, por shtrihen edhe më gjerë tek rrethi shoqëror. Ky moment i vogël i publikuar nga Chiara është një kujtesë e ëmbël se dashuria dhe miqësia janë dhuratat më të çmuara që ne mund t'i përcjellim brez pas brezi.